A është toka e rrafsht a e rrumbullak? A kanë shku njerëz për një men hanë? Edhe a janë vaksina të dëmshme? Këto janë ndër teoritë më të famshme konspirative që kanë gjallë shumë debate, mirë po, çka i bjen teori konspirative? Warning. What you are about to watch may make you question everything you thought you knew. Viewer discretion is advised. Këto teori janë shpjegime për ngjarje ose situata që dallojnë prej teorive tjera të pranume prej shumicës. Në vend se me i pranu teoritë me krejt faktet që i kanë, konspiracionistët besojnë se vërteta manipulohet edhe zgjidhin me besu verzione të tjera të saj. E që disa arsye pse njerëz besojnë teori konspirative. Sipas këtij artikulli, truni ynë ka evolu për me qenë gjithmonë gjendje gatishmërie, me i dyshu tjerët ka qenë strategji mbijetese në kohët e lashta. Ma mirë ka qenë me i dyshu tjerët edhe me shpëtu, se sa me rreziku jetën. Përveç kësaj, ndjenja e pasigurisë dhe humbjes kontrollit i shtyn disa njerëz me kërku shpjegime të fshehta për botën. Momentet krizës, teoritë konspirative mundën me t'jap një ndjenjë kontrollit edhe nëse nuk janë të vërteta. E arsyeja tjetër është dëshira për me u ndje i veçantë. Disa njerëz ndjehen të veçantë kur besojnë që e dinë të vërtetën që tjerët nuk e dinë. Megjithatë, ky studim shpjegon se sa më i lartë edukimi, aq më pak besojmë në teori konspirative, edhe të menduarit kritik edhe verifikimi i informacionit mundet me ndihmu në zvoglimin e besimit në teori të rreme. E ti a beson në teori konspirative? Komento ma poshtë. Edhe për ma shumë video si kjo, bëja follow Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma tjera.